ka diçka që e merr me vete në çdo udhëtim dhe që në vitin 2026 mund të bëjë që të zbresin nga avioni, të konfiskojnë sendet apo të tarifojnë më shumë se $100 pa asnjë paralajmërim. Mijëra udhëtar po e zbulojnë këtë në mënyrën më të keqe të mundshme, përpara portës së embarkimit me një radhë të gjatë njerëzish pas tyre. Dhe pjesa më e keqe? Askush nuk të paralajmëron derisa është tepër vonë. Nuk ka rëndësi nëse udhëton vetëm me çantë shpine apo me valigje. Nëse nuk i njeh këto rregulla, mund të ta shkatërrojnë krejt udhëtimin. Sot do të tregoj 10 rregullat që po u kushtojnë para mijëra udhëtarëve çdo ditë, si dhe trukun e vetëm ligjor që ende funksionon për të kursyer $100. Le të fillojmë. 1. Bllokimi i kartës së embarkimit dhe pagesa e detyruar. Kjo është kurthi më i ri i vitit 2026. Nëse bagazhi yt kalon peshën për masat apo numrin e lejuar të pajisjeve elektronike, sistemi ta bllokon automatikisht kartën e embarkimit. Pa kodin aktiv, nuk kalon dot kontrollin e sigurisë dhe nuk arrin te porta e embarkimit. Nuk ka mbikëqyrës me të cilët të negociosh dhe as përjashtime vetëm këtë herë. Software-i të detyron të paguash tarifën shtesë në vend, përndryshe humbet fluturimin. Dhe mbaje mend, pagesa në aeroport është gjithmonë shumë më e shtrenjtë se sa online. Pasi bllokohet, nuk ka kthim pas. Parandalimi është e vetmja zgjidhje. 2. Gjithçka llogaritet, pesha totale është rregulli i ri. Më parë peshohej vetëm valigjja. Sot, linjat ajrore llogarisin gjithçka që mban me vete, çantën e shpinës, çantën personale, çantën e laptopit, madje edhe kamerën e varur në shpatull. Nëse kalon limitin edhe vetëm me 200 gram, sistemi e zbulon dhe të tarifon si për një valixhe shtesë. Në fluturimet ndërkombëtare, kjo mund të arrijë deri në €65 pa asnjë paralajmërim. Kategoria artikull personal falas, po zhduket. Tani gjithçka kontrollohet dhe gjithçka peshohet. Zgjidhja është e thjeshtë, por e rreptë. Sigurohu që pesha totale e sendeve të tua të mos e kalojë limitin para se të dalësh nga shtëpia. 3. 2 cm dhe një skaner pa asnjë mëshirë. Edhe pse standardi është 55 me 40 me 23 cm, mjaftojnë vetëm 2 cm shtesë në rrota apo në dorez për të prishur udhëtimin. Aeroporte si Frankfurt apo Dubai tashmë përdorin skaner automatik në portat e embarkimit. Valigjja kalon në një rrip dhe, nëse nuk futet saktësisht brenda përmasave, sistemi të bllokon embarkimin. Nuk ka njeri me të cilin të arsyetosh. Vetëm një kompjuter me 2 përgjigje, ose përputhesh, ose paguan. Mos rreziko kohën dhe paratë për një valigje që nuk është milimetrikisht brenda standardit. 4. Rregullat për lëngjet. Rregullat aktuale janë kaotike. Disa aeroporte përdorin skaner 3-dimensional që lejojnë shishe me kapacitet më të madh, ndërsa të tjerët zbatojnë ende rregullin strikt të 100 ml. Rreziku i vërtet është te tranziti. Mund të nisesh nga Londra me një parfum prej 150 ml pa problem, por kur zbret në Amsterdam, të detyrojnë ta hedhësh. Kjo mungesë uniformiteti bën që mijëra udhëtar të humbasin produkte të shtrenjta vetëm sepse kaluan një kufi. Mos u beso shumë ndryshimeve teknologjike. Nuk janë njësoj në çdo aeroport. 5. Nëse laptopi yt nuk ndizet, mund të konfiskohet. Sot autoritetet kërkojnë që pajisjet elektronike të kenë mjaftueshëm bateri për të ndezur gjatë kontrollit. Nëse laptopi apo telefoni nuk ndizet, mund të konsiderohet i dyshim. Ka raste, si në aeroportin JFK, ku pasagjerëve u është dashur të lënë pajisje me vlerë $2.500 vetëm sepse nuk kishin bateri. Rregulli është i prerë, ose pajisja ndizet para agentit, ose nuk hipën në avion. Mos udhëto kurrë me bateri të shkarkuar. 6. Bateritë portative dhe limiti i padukshëm i pajisjeve. Bateritë portative, të njohura si power bank, janë nën kontroll të rreptë. Nëse bateria ka më shumë se 100 watt-orë, të duhet miratim paraprak nga linja ajrore. Nëse kalon 160 watt-orë, është plotësisht e ndaluar. Problemi është se shumica e njerëzve nuk e din çfarë do të thotë watt-orë dhe aq më pak si ta kontrollojnë këtë informacion.
por skanerët e din. Dhe kur zbulojnë një bateri jashtë normës, ta konfiskojnë pa asnjë diskutim. Shumica e powerbankëve të zakonshëm variojnë nga 20.000 deri në 30.000 mAh, që përkthehen në rreth 74 deri në 111 watt-orë. Disa janë në kufi, të tjerë e kalojnë. Dhe këtu vjen pjesa tjetër, disa linja ajrore po kufizojnë edhe numrin e pajisjeve elektronike për pasagjer. Telefoni, laptopi, tableti, kamera, kufjet pa tela, bateria portative, ora inteligjente, gjithçka llogaritet. Një fotograf profesionist që udhëtonte nga Los Angeles në Tokyo kishte 9 pajisje me bateri. Agjenti i tha se limiti ishte 5 për pasagjer. U detyrua të linte 4 pajisje në aeroport duke humbur mijëra dollar, sepse askush nuk e kishte paralajmëruar. 7. Gjurmuesi i bagazhit mund të krijojë probleme. Pajisje si AirTag, që dikur ishin një mjet sigurie shumë i vlefshëm, tani po kufizohen në disa vende. Konsiderohen si transmetues sinjali dhe, varësisht nga destinacioni, mund të kërkojnë ti fikësh, ti heqësh ose ti nënshtrohesh një kontrolli të plotë të bagazhit. Në disa aeroporte të Azisë dhe lindjes së mesme, nëse zbulojnë një AirTag në bagazhin e regjistruar, mund ta hapin valigjen pa të paralajmëruar. Dhe nëse nuk e gjen menjëherë pajisjen kur ta kërkojnë, mund ta konsiderojnë të paautorizuar. Rezultati? Vonesa, kontrolle shtesë dhe ndonjëherë edhe gjoba. E gjitha për një pajisje prej $30 që doje ta përdorje vetëm për të mos humbur valigjen. 8. Valigje inteligjente, por të ndaluara. Nëse valigjja ka bateri të integruar për karikim, gjurmim apo lidhje Bluetooth, ekziston një rregull i qartë: bateria duhet të hiqet lehtësisht. Nëse nuk hiqet, ajo valigje nuk lejohet as në kabinë dhe as si bagazh i regjistruar. Ka pasagjerë që janë detyruar ta lënë valigjen në aeroport me gjithë sendet brenda. Imagjino të kesh bler një valigje inteligjente prej $300 me GPS, port USB dhe brav elektronike. Mbërin në aeroport dhe të thonë se nuk lejohet sepse bateria nuk hiqet. 2 zgjedhje, ta lësh aty ose të humbësh fluturimin. Kjo u ndodhi qindra personave kur rregulli hyri në fuqi. Kontrollo gjithmonë specifikimet para se të fluturosh. 9. Limiti i ri për lëngjet dhe pluhurat. Në vitin 2026, jo vetëm lëngjet janë në fokus. Shumë aeroporte po kufizojnë edhe sasinë e pluhurave në kabinë, grim pluhur, suplemente, qumësht pluhur për foshnja. Nëse mban më shumë se 350 gram, afërsisht sa një kanaçe pije, mund ta konfiskojnë ose të detyrojnë ta regjistrosh bagazhin. Dhe kjo vlen edhe nëse produkti është i vulosur nga fabrika. Mund të humbasësh produkte të shtrenjta vetëm sepse askush nuk të paralajmëroi. Merr në kabinë vetëm sa të duhet. Dhe tani rregulli që nuk duhet ta harrosh kurrë. 10. 3 truke që ende funksionojnë. Jo gjithçka është e humbur. Ka disa mënyra ligjore që ende funksionojnë për të kursyer para dhe për të shmangur stresin. Së pari, media bug. Nëse udhëton për punë ose me pajisje profesionale, disa linja ajrore kanë një politikë të brendshme që lejon pesh shtesë pa tarifë. Nuk reklamohet dhe nuk ofrohet vetë. Duhet ta kërkosh. Gjej të check-init, përmend që udhëton me pajisje profesionale dhe kërko regjistrimin si media bug. Në shumë raste lejojnë deri në 10 kg shtesë falas. Së dyti, shko herët te porta e embarkimit. Kur je ndër të parët, ka më shumë hapësirë në ndarjet e sipërme dhe më pak presion. Nëse lind problem, ke kohë ta zgjidhësh. Së treti, rrobat që ke veshur nuk peshohen. Nëse je në limit, vish rrobat më të rënda. Një xhaket e trash, çizme të rënda, një pulover e madhe. Ka njerëz që kanë veshur deri në 3 kg rroba për të kaluar kontrollin dhe funksionon. Këto nuk janë gabime apo konfuzione. Janë mënyra të reja tarifimi në vitin 2026. Nëse nuk përgatitesh, aeroporti mund të kthehet në një kurth të heshtur ku humb kohë, para dhe sende personale. Rregullat e reja të bagazhit po ndryshojnë krejt mënyrën si udhëtojmë. Nga sistemet automatike që bllokojnë kartën e embarkimit, te kufizimet për pluhurat dhe konfiskimi i pajisjeve elektronike, gjithçka ka ndryshuar.
por tani ti e di. Je i përgatitur. Nëse i njeh këto rregulla dhe i zbaton këto truke, diferenca mes një udhëtimi stresues dhe një udhëtimi të qetë mund të jetë e madhe. Nëse ky video të kurseu para dhe të dha informacion të vlefshëm, shpërndaje dhe qëndro i vëmendshëm për më shumë këshilla që linjat ajrore nuk i promovojnë. Mos harro të abonohesh në kanal. Shihemi në videon tjetër. Udhëtim të mbar.